Kryeministri Edi Rama në një bashkëbisedim me gazetar nga vendet e Bashkimit Evropian mbrojti idenë e investimit turistik në Zvërnec, ndërsa theksoi se nuk do të lejojë që ky projekt të vritet që në gjenezë. Synimi është që të vrasë një projekt që sapo ka lindur dhe unë këtë nuk do ta lejoj. Nëse projekti nuk përmbush të gjitha ambicet tona, atëherë do të themi që ta përmirësojnë. Kreu i qeverisë cilësoi gënjeshtër pretendimet për një projekt të anuluar sa kohë një i tillë nuk ekziston, ndërsa theksoi se aktualisht bëhet fjalë për shfaqje interesi e jo leje ndërtimi. Por fakti që ka një kompani nuk do të thotë që ka një projekt. Protestat në Shqipëri kundër projektit kanë marrë vëmendje në media ndërkombëtare, ndërsa Rama u tha gazetarëve të huaj se kjo është për shkak të përfshirjes së familjes së Donald Trump në projektin e Sazanit dhe atë të Zvërnecit, dhe sipas tij kjo është e padrejtë. Arsyeja pse bota është kaq e entuziazmuar për këtë është për shkak të Trumpit, sepse nuk besoj se flamingot në Shqipëri do të kishin bërë një trazim kaq të madh, por kjo nuk ka të bëjë me Trumpin. Kur Jared Kushner dhe Ivanka erdhën këtu, nuk ishte i qartë nëse Trumpi do të shkonte në burg apo në shtëpinë e bardhë. Duke ironizuar cilësimet që i bëhen, Rama sqaroi pozicionin e tij në këtë çështje. Nga njëra anë më thonë se jam njeriu i Sorosit, nga ana tjetër i Kushnerit, pa gjeni kush jam. Unë jam kryeministri i Shqipërisë që duaj që të vinë e të investojnë këtu dhe të jenë miq të këtij vendi. Kryeministri Edi Rama tha se ligji ekzistues për investimet strategjike do të zëvendësohet me një tjetër që do të realizohet në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Ligji për investimet strategjike kur nuk ka qenë i padrejtë, shumë njerëz që flasin për të nuk dinë se për çfarë flasin. Gjëja më e mirë që do ta lëmë jashtë sepse e ka përmbushur misionin e vet. Kreu i qeverisë tha se protestat paqësore tregojnë një Shqipëri europiane, ndërsa theksoi se të gjithë duhet të nxjerrin mësime. Është e dobishme për jetën tonë demokratike, për sa kohë mbetet e paqë. It's about the democratic societies